bukur shi. Zemrat flasin shqip, la 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 la, këndojmë bashkë plotësim, la 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 la, dorë për dorë në një tingull të lirë, gjuha jona bashkon me dëshire. Flasim shqip, sa bukur tinglon, jemi shqip, zemra na bashkon, me buzëqeshje, me dritë në sy, krena jemi, unë dhe ti. Edhe kur jemi larg nga shtëpia, na merr malli për zërin e dashurisë. Një fjale ëmbël na sjell kujtim dhe zemra re përsëris shqip. Le të luajmë, le të këndojmë, traditat tona ti kujtojmë, si një përall që s'ka mbarim, që jeton në çdo zemër shqip. Zemra flasin shqip, la 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 la, këndojmë bashkë plotësim, la 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 la, dorë për dorë në një tingull të lirë, gjuha jona bashkon me dëshire. Flasim shqip, sa bukur tinglon, jemi shqip, zemra na bashkon, me buzëqeshje, me dritë në sy, krenar jemi. Është një këngë që s'ka kufi, që lind në zemër e rritet e ti. Është një dritë që s'fiket kur, gjuha jonë si një flutur. Zemra flasin shqip, la 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 la, këndojmë fort me dashuri, la 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 la, në çdo vend, në çdo kujtim, do të jetoj për jetësi. Flasim shqip, me zemër plot, jemi shqip, në këtë botë, me këngon, me loje dhe gëzim, zemra tona flasin shqip. Përshëndetje të dashur miq të vegjël, anë mban Shqipërisë dhe botës mbar, atje ku flitet dhe ndihet shqip. Përshëndetje me mua Teta Mozën dhe Xhaxhisandrin. Me Xhaxhisandrin, një mbrëma dhe përshëndetje të gjithëve, të gjithë fëmijëve, të gjithë prindërve, të gjithë gjyshëve që janë me fëmijët e tyre dhe me nipat e tyre në prehër dhe po shikojnë këtë emision kaq të bukur që është asgjë tjetër vetëm se një orë që do e kalojmë me shumë kënaqësi dhe me shumë gjëra të bukura. Nuk e dim nëse do të jetë një orë apo do të shkoj pak më shumë sepse sot po tash ne fillojmë me një orë, pastaj të panumërta janë surprizat sot. Të dashur miq, që jeni kureshtar të ndjeni se çdo të ndodh sot në emisionin ton për herë të parë, besoj, për herë të parë, por që nuk do të mbetet hera e fundit, pasi unë do të ftoja dhe shumë të tjerë që dëshirojnë të bëjnë të njëjtën gjë, si më vonë do të shfaqet, jo kaq shpejt, jo. Do të duhet të rrini në qoshën tuaj të ngrohtë, duar kryq, edhe të shikoni se Teta Moza dhe Xhaxhisandri kanë përgatitur gjëra shumë interesante. Por ne sot duam të flasim dhe të prekim një temë shumë interesante që figuron zakonisht. Xhaxhisandri, nga se ke frikë ti për shembull? Unë për shembull kam frikë nga internet, jo që nuk është aq i mirë, Teta Moza. Po, frikë e madhe. Po për e madhe, po nuk të dëgjoj fjallën dhe pastaj unë them se ti do thush në fjallë tjetër dhe unë kam frikë nga ajo fjallë tjetër. Kjo është lehtësisht e zgjidhshme. Po ç'ti bën ndonjë frikë
tjetër, ndonjë frikë të madhe, për shembull kur nuk e bër detyrat dhe ti duhet të gënjesh, edhe mësuesen e gënjen dhe nga frika se do dalë e vërteta, ti bën gabime njëra pas tjetrës pastaj, gënjen edhe më shumë. Ose frika për të shkuar te dentisti, kur e kemi thëmbin e sëmur, te doktori, frika se mos nuk jemi aq të mirë sa që na do mami dhe babi, apo frika Pastaj? nga errësira. Ke frikë nga errësira ti? Nuk kam frikë. Nuk kam pak frikë, se mua më ka thënë nëna dhe mami, kur kam qenë e vogël, që frikën duhet ta përballësh me guxim. Tani, unë do them edhe një gjë tjetër. Kalamaja, dëgjoni këtë gjagjën këtu, do ju thoj diçka që ta moza pas edhe mund të skuqet, mund të mos e thuaj. Kalamaja, frika, ju bën të ju shpëtoj pasaj qitit të bekë. Jo, mos e thuaj këtë. Prandaj, të gjithë trimat. Dakor? Po, Vetëm poshtin frikën. Gjërat. Nuk thuan Eh? gjërat. Nuk thuan gjërat. Nuk thuan, po ndodhin ato gjërat, se pastaj. Nga frika ndodh. Shiko. Unë kam bërë një këngë për frikë. Se kur luanin që trenin ndonjë nga ato shokët tanë një thonë, s'po e thëmë të shpëtë. Edhe ndodh, edhe për shembull kur kalojmë edhe dëgjojmë ndonjë zhurmë, themi, kush ishte atje pranë shtat? Na kap frika. Dëgjoj tani, prit njerëz, se unë harrova një gjë shumë të rëndësishme. Ky emision Mos harroti të ta moza, mos harroti, se nuk je që madhe ti sa të harrosh, ti je ma fëmijë se sa këto fëmijë që po na dëgjojnë. Po. Ne kemi thënë që emisioni jon, përveç se është edukativ, edhe është argëtues mbi të gjitha, humoristik, ai është edhe kështu, si quhet, akademik, jo është fjalë e madhe akademik. Ja, akademik, ç'a do thot akademik? Po, ne do mësojmë, i ndihmojmë fëmijët jashtë atë dheut që ta mbajnë gjuhën shqipe të gjallë dhe të ashtu sikurse është në të vërtetë. Dhe unë kam menduar që në çdo emision, siç kemi filluar të kujtohet me alfabetin, me numrat, me ngjyrat, kurse sot e gjendot se çka kam zgjedhur t'ju tregoj fëmijëve. Unë kam zgjedhur t'ju tregoj, nuk e gjen mos u lodh. Ajo koka jote e madhe nuk e gjen dot që unë kam sjell një pjesë të trupit të njeriu dhe kam filluar me kokën tënde. E kam filluar. Shikoje, dëgjoje. Përshëndetje sërish të dashurit e mi. Mirë se erdhët në kanalin Zëri i Ëndrës. Së bashku sot do të njohim pjesët e trupit. Le të fillojmë me kokën. Koka. Syri bukur. Veshi. Hunda. Goja. Goja e cila përbëhet nga buzët. Dëmbët. Gjuha. Dhe zbresim tek mjekra. Më pas faqet e bukura që na përkëdhelin. Dhe flokët për të cilët kujdesemi çdo ditë. Vetullat që zbukurojnë pamjen tonë. Qerpikët që mbrojnë sytë tanë.
Që ta moza, këtë na ke bërë me hile. Pse? Sepse për shembull ajo flokët është një opsion që nuk është për të gjithë. Ti ke inat që nuk ke flok, je tullat. Të do të thuash. Jo, kam inat që ti... Unë kam inat që ti thu që pjesë e trupit është do flokët. E unë po i kërkoj dhe si gjej. Shikoj se mos i ke nga mbrapa. Atje nga mbrapa shikoj. Dhe i ke shmarti, dhe i ke bërë bjonde. Kam bërë unë të fëmijat. Dëgjoj tani. Po flisnim për një gjë shumë të bukur që duhet ta trajtojmë dhe prindrit duhet të dinë se si të përballen me frikën e fëmijëve të tyre. Nëse teta Ornela, mulla Agastra në dëgjim, ajo duhet i bashkohet emisionit ton, se ne kemi 2 orë që e kërkojmë dhe ajo nuk është bashkuar emisionit ton. Unë doja t'i bëj një surprizë të bukur sot asaj, por me që nuk do t'ja them. Mos ja thuaj fare. Jo, nuk do t'ja them. Unë do t'i ftoj fëmijët të ndjekin një dramatizim në të cilën e kemi titulluar sipas përrallës me të njëjtin titull Gomari dhe ujku. Aty trajtohet tema e frikës. Dhe ju do ta shikoni, vetëm mos na simbolizoni shumë si ujku dhe gomari mua edhe Sandrin, se e rëndësishme është të sjellim dhe të përcjellim moralin. Sandri, kë do bësh ti, gomari apo ujkun? Tani gomara që të bukur nuk ka, kështu që po e bëj unë. Dakor? Dhe bësh mirë. Hajde. Atëherë le të fillojmë. Shkruar përrallën. Kush e ka shkruar përrallën? Përrallën e pas ka shkruar Mimoza Agastra. Nuk e di. Mimoza Može. Ajo teta. Jo, kjo këtu. Okej, fillojmë se njëri nga fëmijët tha, do filloni ju? Do bëhem unë. Që ujku të jo. Hajde. O bobo një ujk. Po me le të shiri këtë diell. O bobo do më hajta një pa një pa dy, aman ujk. Aman të keqen. Aman, mos ma mose. Dëgjë, mishim nuk është aqi shishëm. Bile është i fort. Edhe do heqësh zit për ty për. Dëgjë, të dërgoj unë tek një stan, aty ku ka dhe keca. Sepse më kam thënë që njerëzit e pëlqejnë shumë atë mishën e tyre. Ka shumë shije. Edhe ti ujk nuk mund të shmoshe se nuk ka asë ndyre. Ashtu, po më gënjen gjë, apo jo? Se pastaj do të kesh punë me mua. E di që do të bëjmë? Dëgjoj, ule pak kurrizin, ule të tip mbi kurriz. Se më kam lodhur pak si shumë sot edhe. Po nuk je si pak i rënd ti? Dhe ja që më doli përpara. Më doli përpara një gomar që nuk di as të përkuli kurrizin e tij. Ec nga dal, avash, mos u tund shumë. Mos u tund. Sta kam gen, o vesh lapush. Edhe, dëgjoj këtu ti. Lëri ato ironit ti, se sta kam gen unë ty. Dëgjove, hajde tani ec. O zoti ujk. O zoti ujk. Ja, ula. Ngjitu dhe rehatu si për qefin tënd.
si në shtëpinë tënde. Okej? Unë do të bëj më të mirën për ty, që u tregove kaq zemër mirë me mua. Dëgjove gjë ti? Dëgjove gjë? Ja, pse? Gomari nuk dëgjon nga veshët. Po afrohet një kopej me qenë. Më mirë po largohem. Jo, unë kam frikë. Por unë doja të haja diçka më të mirë, jo mishin e tyre. Oho, qenë the? Shpëtova. Qenë duhet të kenë parë dhe kanë ardhur të më shpëtojnë, edhe pse nuk e meritoj, sepse për pak rrezikova kopen me 10 keca. Dëgjoj këtu ti, dëgjoj. Do të shihemi prapë ne, ë? E mos u gëzo shumë, mos u gëzo para kohë. Nuk shpëton let nga unë, jo, ma ke borç kopin që më premtove. Për fajin tënd, po largohem pa ngrënë asgjë. Di, ja. Aty e ke. Aty është duke të pritur. Unë jam besnik, mbaj fjalën e dhënë. Ja, këtu do jem. E di. Kësaj here pate fat, por herën tjetër unë nuk ta fal sikur ç'të bëhet. Po çfarë kam unë gomari i qërë? Punoj ditë e natë. Njerëzit më shfrytëzojnë për punë. Nuk jam mirë as me ata, as me ju kafshët. Pse kështu? Dëgjoj, nëse ankohesh më pak, do gjesh një zgjidhje. Ndaj ik e më sill deri pas dite një nga kecat që premtove. Madje, e di çfarë? Tani që po mendohem, do ishte më mirë të marr hak ndaj vis, asaj që përvëloi kushëririn tim në prallën Mamadhia me 7 kecat, kujtohet ty? Do të pres deri në darkë. Nëse nuk vjen i njeri ti, do të vi të gjej kudo që t'jesh dhe do të ha. Pa menduar. Ik tani, nxito. Po sikur të më lesh edhe një ditë kohë si ta zgjej unë këtë zgjidhje kaq shpejt. Ti vetë e pe lukunin e qenëve të Sanit. Po më pan, do më shtyjnë edhe mua. Por të betohem, do pres momentin kur dhite e në mal dhe do përpiqem të mbashtroj ndonjërin nga ato. Okay? Unë jam shumë i uritur, nuk kam kohë. Po s'më solle gjë, eja vet, u pa puna, do të ha ty. S'kam ç'a të bëj. Jo. Nuk thuhet ashtu zoti Ujk. Shpreha është, kur s'ke pulën, hasorën. E di ç'ke, boll më çave kokën. Kur ti jesh në barkun tim, atëherë më trego sa bukur i diti këto shprehet frazeologjike. Shko tani, ik më sill dhin edhe atë më të shëndoshën atë. Majmen. Patjetër zoti Ujk. Ti e di që unë jam i bindur. Gomare sapi. Këtë do ta shohim. Unë të njoh vetëm si një që i nështrohesh njerëzve për një copë bukë. Se di se ç'është krenaria e vërtet, ti mori gjor. Jo. Unë jam i zoti vetes. Ashtu? Punoj dhe siguroj jetën. Ata me japin ushqim dhe streh. Jam i dobishëm për ata njerëz. Për çfarë sigurie më flet, more? Po ti asishe në gojën time pak më parë? U bëre trim tani që erdhën qend? Sa me fat pas ke qenë mor gomar. E di ç'ke lëri fjalët. Lëri fjalët se po kthehen prap qend edhe si ja vlen të luftoj për një gomar si ti. Ik, por mos më hajt me duar bosh, ë? Dëgjove? Si t'ja bëj? Njerëz që më trajtojnë si budalla, por tani edhe si i pabes. Po të mos kishin ardhur qend, ai do t'i kish ngrënë të gjitha 10. Duhet të marr masat që kjo gjë të mos ndodhë.
do u tregoj të vërtetën qëndë. Le të ndënojnë, por të paktën shpëtoj Kopen. Jam i sigur se qëndë do të ndëshkojnë ujkun dhe Kopeja do të shpëtoj. Kështu dhe unë do të ndihem krenar edhe pse gomar për vetën time. Me besoni, kjo më ndodhi vetëm për shkak të frikës, e cila më bëri të mbroj veten në kurriz të tjerëve. Ndaj, të dashur fëmijë, mos lejoni që frika t'ju bëj as të këqij, sa për shpëtuar veten dhe të dëmtoni të tjerët. Teta Moza ka shkruar një rrallë shumë edukative që do të thotë se frikat duhen nga njëherë kaluar edhe me inteligjencë, edhe me atë improvizimin, edhe duke gjetur diçka jo si puna e atij gomarit, që për shpëtu vetën do që të nuk mjaftojnë njerëzit që në emër të i therin ato qëngjat edhe ato kecat e shkret. Por të bëhet edhe gomari më gomar se sa është, sigur nuk i shkon. Dakor? Megjithatë, morali i fabulës është i tillë që ne nuk duhet që për hir të frikës të rrezikojmë veten dhe ta përballim atë me dije, me dituri dhe me guxim. Shpresoj dhe uroj të kemi ardhur tek dëgjuesit e vegjël sa më qartë edhe sa më këndshëm, por jo vetëm, por edhe te ata Peterpanistët që i quaj unë të rriturit, që e kanë fëmijën brenda. Se të kujtohet Xhaxhi Sandri, teta Senada që kishim të ftuar ta i emisioni neve, na tha që është shumë ta mbash. Ama teta, ajo është më e vogël, ajo është më e vogël se sa fëmijët e saj, ti thu teta. Shiko, po ajo është bërë mami dhe ka 2 çuna. Po mami e mirë, ma thuaj. Shikoj çfarë këngë kam bërë për frikën unë, se është prap ujku aty. Ta dëgjojmë një çik, dëgjoje. Po ti nuk gjej gjë ti. Një natë frika trokiti në qam, veshur si ujk me dhëm të mëdhej. Ndërkohë një fëmijë me zemër të qetë lexonte një përall në ndrit të lehtë. Abazhuri vogël i bënte shoqëri, si diel i vogël në mes të natës gri. Ujku ofrua të tremte djalin, dhëmbët i skërmiti nxori gjithjalin. Shkëndija të e gra nga syti ran, në errësirë si gaca zjarri u shpërndan. Por djali kujtoi një fjalë të vjetër, një porosi që s'harrohet let kur. Frikës mos i tregoj forcën, ndryshe të ndjek pas në çdo hap e kohë. Dhe djalosi pas por plot gugzim, ja drejtoi dritën me vendosmëri. Ujku nga drita u trembe u shtuk, për të mos u kthyer më kur.
Të pëlqeu? Më pëlqej shumë, po më pëlqej edhe një gjë. Cila, ma thuaj cila. Në grupin, jo, priti se është tjetër gjë. Në grupin familja këtu në WhatsApp, Po? Ermira i shkruan djemve. Babi është gati të bëj gjyshin. Po bën prova duke tregu pralla. Unë thët akoma jo. Atëherë edhe unë i bie që t'jep duke u bërë gati, edhe unë gati kandidate për shef. E ti me sa duket je ma shpejt se sa unë. Jo, asaj nuk i diet. Sandri, ti lexojmë sa Valbona Adër, ju përshëndes nga Prishtina. Faleminderit shumë Valbona. Për ju Moza dhe Sandri, duke ju ruar të mirat dhe të mbara në vazhdim. Shumë faleminderit. Kjo është nëtësi. Një poete shumë e mirë që do t'jetë ndoshta e ftuar dhe në emisionin Ora Poetike. Valbonën unë e kam interpretuar shumë kohë përpara. Edhe pse jo të mos vide në emisionin tonë të Gjisandri? E mbajmë. Lumturi Demiri, po ju, po në knaq edhe mua, Mimoza Gastra Hoxha Aleksandr Shalvari. Me të qeshura. Borse i Dia Shkoza, urime për emisionin suksese për ju. Laura, Mimoza e Sandri, mirëmbrëma dhe miqve të vegjël e të mëdhenj. Faleminderit Laura se i gjithmonë me ne. Faleminderit dhe presim poezit nga ti Unë hyra në listën e bashkëkadhëtarëve të vegjël dhe po ndjek emisionin me kënaqësi me të vegjëlit. Suksese. Ku janë ajo vajzukja jeme, ajo mbesa ime dhe ai vagabondi Kevin? Ku janë ato? Mere. Ku janë duke na ndjekur në emision? Jepi. Ti Gjisandri nuk kemi më kaq janë mesazhe një herë për një herë. Kaq pak më? Por mesazhet do të fillojnë tani. Shiko, ne sot do të sillim në emision një risi, një gjë ndryshe. E dim fëmijë që do thotë risi më? Po një gjë të re, do sillim një gjë ndryshe, një gjë të bukur që thuja. Shumë bukur. Kështu thuja fëmijëve, do sillim një gjë të re. Sot do të bashkohet në emisionin ton jo një individ, jo një person, jo një tet apo një xhaxh apo një fëmijë. Më shumë, një familje e tërë. Ja, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde, familja, ku është familja? Duam familjen. Familjen. Erdhi dhe Trabi, Petroi, erdhën të gjithë Kalamaja. Përshëndetje. Përshëndetje Ri. Rej Shpirt. Ri, Troi, na bashkohen nga Bazeli. Kalamaja, bashkëdhetarët e vegjël sot janë ulur dhe po ndjekin Troin edhe Rin. Shiko, ju të dy mami dhe babi, unë jam jashtëzakonisht shumë i emocionuar dhe shumë i lumtur për këtë surprizë kaq të bukur, kaq të ngrohtë. Përulësisht ju them faleminderit. Në emër të të gjithëve. Është kënaqësi edhe jona që jemi në shtëpinë e gjithë bashkëdhetarëve tonë të vegjël dhe i përshëndesim të gjithë. Bravo. Tani që luftë e vogël këtu me seri. Tenad, nga ti unë e prisja që të vje. Por të vi babi dhe ky vogli, është kënaqësi e madhe. Ja, zërat e fëmijëve pushtojnë sot emisionin. Reshi me Xhaxhi aty. Hajde. Ne kemi premtuar në emisionin e të rriturve që ti se sot do të improvizosh
një moment bashkëndarjeje të zakonshme me fëmijët e tu. Rei, do ta dëgjojmë një porrall? Shikoje, dëgjoje pak, dëgjoje çfarë do thot mami për ty, dëgjoje. Andrën se si kur e pengon. Kështu që për Kjo e pengon, kështu që neve do të ndikim porrallën që sapo pam jetë intriguese të kësaj porrallës në vargje që mami Senada ja ka kushtuar Reit. Mami, fjala për ty. Rei, a filloj me prallën, mami? Ta dëgjojnë edhe bebat e tjerë? Ishte një djalë i vogël. Ai djali vinte çdo ditë me biçikletë. Mirë, po skafandrën nuk e dëshironte te koka se sikur e pengonte. Po, ja. Në bicikletën e kishte të kuqe dhe shumë të shpejtë. Por një ditë, teksa po ecte shpejt me bicikletë, se kishte vënë skafandrën dhe hop u rrëzua. Aty pranë dolli xhaxhi polici. Ai i kësqeshi dhe i tha: "Ku e ke skafandrën o vogëlush? Ajo është magjike dhe të jep super fuqi." Rei buzëqeshi dhe i tha: "Që nga sot nuk do ta heq më nga koka, dhe sa herë që dalin shëtitje në park, Rei asnjëherë nuk harron fjalën e xhaxhit polici, që skafandra është një super fuqi me vete dhe po u rrëzove, ajo të mbron." Ishte një porrallë Aja, sa bukur. Ishte një porrallë shumë e shkurtër, pasi Rei dhe Troi nuk na mundësojnë që Nuk na mundësojnë, po ti na solle një mesazh shumë të bukur se ne pak më parë mami Senada trajtuam pak frikën. Dhe ti sapo na tregove që frikën nga të rrëzuarit nga bicikleta na e parandalon ajo skafandra e kokës. Prandaj është aq e rëndësishme. Mami mundohet shpesh herë që mesazhet më ia dhan Reit nëpërmjet prallave. Kështu që mundohem që t'jenë sa më të shkurta, meqense se Rei është i vogël, 2 vjeç e gjysmë, por që shpesh herë i kupton nëpërmjet prallave mesazhet që unë i jap atij. Mami Senada, kjo ishte ti e ke bërë këtë porrallën e ke bërë në vargje. Por unë do të doja të dija, ti je poete për të rritur, për të mëdhenj. Po për të vegjëlit e tu, ke filluar të mendosh të bësh një libër me porralla? Patjetër, mendoj që jena drejt asaj rruge, siç thash mami, gjithmonë mesazhet ja jep nëpërmjet prallave, kena pralla shumë edhe më të bukura me mesazhe shumë domethënëse, edhe më gjata se kjo, por thash, pa mundësia, sepse Rei dhe Troi nuk po na mundësojnë shumë që ti. Patjetër që këshillat e mami do vinë shumë. I kanë të gjitha të drejtat e tyre të mundshme që të mos na mëgjojnë, sepse ai ka Rei, Mami, se të përkon gjatë. Rei, Sa po të Rei. vështirë babi, mana të të voglin që bën në shumë zhurmë. Troi faktikisht përgjithsisht është më i urtë se Rei, por sot nuk është në ditën e tij, më të mirë se sot ka fjetur më pak gjumë. Ska gjë, po ai është i Rei. vogël, prandaj. Rei, si ka pak këtu, aty do dalin të gjithë. Rei, këtu, Gjaxhi. Okej, edhe mamja. Senada, Ne ju falenderojmë që ishim sot pjesë në emisionin tuaj, edhe shpresojmë një ditë që Rei edhe Troi të jenë pak më të qetë, jo. Ska gjë, këto janë momentet që tregojnë që ata nesër kur ta shohin këtë video kur t'janë bërë burra, ta kuptojnë se mami dhe babi sa kanë vuajtur dhe sakrifikuar për t'i rritur dhe për t'i bërë aq të mirë sa do bëhen ata, si mami dhe babi. Për ne janë momente shumë bukura dhe ne rrim aktiv gjatë ditës mas Rei dhe Troit, bahena pak sallë dhe fëmini, do kena mundësinë të dalim edhe herë të tjerë në emisionin tuaj,
ku mami shkon e shoqëron Rein te kopshti, po rëshqet edhe vetë aty të rëshqitja bashkë me Rein. Okej, atëherë mami do na bëj diçka. Do na nis nga një filmato që është duke luajtur me Rein. Dakor? Ne do ju nisim pamjet tona ku troi. Shumë bukur. Ne ju përqafojmë fort. I urojmë shëndet. Edhe shpresoj që t'jeni miq të mirë të emisionit të tim edhe herë të tjera. Qofshi gjithmonë të lumtur. Faleminderit babit, faleminderit fëmijëve të gjithëve. Mirupafshim. Ishim një moment me një familje e gëzueshme, e bukur. Ne nuk kemi nevojë të hiperbolizojmë gjërat, themi shikose këtu. Jo, kjo është një familje ku 2 fëmijë, 2 vjeç e gjysmë dhe 1 vit e gjysmë do bëjnë atë çka i do qeti tyre, brenda mundësive dhe brenda atyre kushteve që ja ka lejuar ajo shtëpia dhe ato kusht. Falenderojmë dhe njëkohësisht ftojmë të gjitha familjet që kërkojnë të bëhen pjesë, sikurse ishte familja nga Bazeli dhe familje të tjera anë mban kudo që janë që duan të përcjellin një mesazh në Ne mirëpresim. Biles, unë do thoja që tani është dëgjoj. Është koha që të zbulojmë pak surprizën, sepse ne gjithmonë i lëmë për në fund surprizat. Por unë them që duhet ti dinë përpara. Për shembull, unë kam gjetur 2 voglusha, një 8 vjeçar dhe një vajzë 12 vjeçare. Ku janë? Ato janë tani në shtëpitë e tyre diku aty afër tejet. Po e ndjekin emisionin tonë. Ato janë duke ndjekur emisionin tonë dhe na kanë premtuar që javën tjetër, sepse ato çfarë bëjnë? Ato janë pianista edhe këngëtar. Biles edhe piktora, bëjnë edhe piktura. Pse thua ti që unë kam një ide tani? Ato për rrallat tona, ata ti bëjnë me vizatime. Dakor, edhe këto ja themi, por në rrallë të parë, ne do i kënaqim të gjithë bashkëdhëtarët tanë, të gjithë fëmijët tanë ku do jenë, me nga një pjesë muzikore, me nga një këngë të shoqëruar, me piano, ku ajo vajza do këndoj dhe do këndoj, sepse ajo është... Çfarë janë ato dhe Sandri? Janë motor dhe vëlla? Ato janë kushëri, ato janë o kushëri ose motor e vëlla, po do i pyesim atë ditë. Nuk e zbulojmë se çfarë janë. Mund t'jenë. Unë e di se çfarë janë, po do i pyesim. Se ti na vdi që ti gjithmonë ne i thu gjëra që si dim. Dëgjoj. Unë kam një surprizë tjetër tani. Ta them? E ta thush po. Mu lut një çik. Ta them. Mos qaj se do ta them pa qarë. Dëgjoj. Po, dëgjoj, mos më bëj të qaj pasaj pas surprizës. Jo, nuk do qash. Jesh i mirë. Dëgjoj. Të kujtohet te emisioni Joni të rriturve, një xhaxhi i cili na ka ftuar të bëjmë dhe emisionin ton atje tek lokali i vet, ai bar Happiness Toni, të kujtohet? Ai organizon aktivitete për fëmijë dhe shpesh herë shkojnë grupe fëmijësh me animator, me mësues, me piktor, me muzikant që i dhe muzikor. Dhe fëmijët arktohen pa fund tek lokali i tij dhe ai ja ve gjithçka në dispozicion. Dhe unë një ditë i kërkova disa
pjesë të vogla, ti shikoja se isha kureshtare, thash, si e bëjnë ata, e bëjnë më mirë se emisioni jo? Dhe unë i kam bërë një surprizë edhe atij lokalit, Bartonit, duke ja montuar këto pjesët e videove, që t'i ndajmë me fëmijët e emisionit tonë dhe t'i shikojmë se si organizohet një pasdite e bukur, pa shumë shpenzime, po me shumë arktim, sepse kur në mes janë artistët, si Toni dhe shoqja e tij artiste, bëhen këto gjëra. Ja ta ndjej. Të ta mëza. Jetë mërshme. Ti jetë mërshme. Disitete jetë mërshme. Si moza je dhe ma e të mërshme. Po mirë tani, ne i bëjmë për fëmijët e emisionit tonë, se e meritojnë ato. Ja shikoje, do kënaqesh. Tani, Silvio, mendoj që duhet të ardhë në skenën?
Ja pra të dashur miq, ky ishte arti i edukatorëve, mësueseve, animatorëve të ndryshëm që bëjnë çdo ditë me fëmijët. Unë nuk i njoh fare kush janë këto grupe, por thjesht më ranë në dorë dhe kisha dëshirë që të ndaja disa momente lumturie, paqësie, arti, dëfërimi të fëmijëve me fëmijët e tjerë. Sandri, besoj që i kemi kënaqur. Edhe të rriturit do jenë kënaqur. Por ai Gjagjitoni e di ai e di ai, Çfarë di ai? Ai di ai, ja, unë po mezi po pres komentin e tij tani kur ta bëj. Po nuk e di as duke na ndjekur, se ne Xhaxhi Sandri ne nuk detyrojmë askënd, ne vetëm i themi që pse të mos i detyrojmë? Ne për to po e bëjmë programin. Po mirë, kanë edhe punët e tyre, ndoshta kanë ndonjë festë, sa ai gjithmonë bën festa për fëmijë, për të rritur, ta hapat e televizorin e tij të madhin, aty edhe të na shoh edhe ne. Po e lexuam këtë me. Lexuam këtë me Rita Paluzhin, po. Këtë jo. Po ju ndjekim të gjithë bashkë, ju përqafojmë, edhe ne meri. Dzia Moza, mos ja tregon të gjitha surprizat Zio Sandrit, se ai tregon para kohës. Ai është më kalama se kalamajat. Më kalama se kalamajat është. Asë ta tregoj nesër ty pa. Asën të vërtetën jo. Mardalena Lina, më falni se bën me qeshë e mbesa ime. Mi mbrëma gjithë dëgjuesve të Radio Windows Radios, suksese pa fund të gjithë fëmijët tanë shqiptarë. Zemra, dorë, trokitje, lule, suksese Moza dhe Sandri, suksese Mikoja Leonard për realizimin e misionit për fëmijë. Faleminderit Marlena. Tita Donika! Na erdhi Tita Donika edhe te fëmijët. Shikoje, lexoje. Ju përshmes dhe ju përgëzoj me zemër për emisionin e të vegjëve. S'ka më bukur që të futesh në botën e tyre dhe ti Moza bësh njësh me ta. Vdes kjo për ty. Marrën kjo për ty. Komplimente të shumë të respekta. Dakor, Donika. Qa ti bëj, e kam lastice, kam... E po, shma lastice se tanë Moza të lastume. E po mirë tani se kalamajat ashtu na duan edhe ti. Edhe ti e për pak fëmijë. E di. Po, qatë bëj, s'ki rrushi dhe piqu. Shiko tani. Të rrish me ty dhe të mos bësh fëmijë. Ja për shembull, dëgjoj mu këtu. Dëgjoj. Neve në emision na janë bashkuar edhe shumë poetë të tjerë dhe autor shqiptar të letërsisë për fëmijë. Kësaj radhe, Xhaxhi Agim Bajrami, që shkruan për fëmijë, na ka dërguar të poezi. Një për mua, një për ty. Hajde. Jo, ai ka dërguar një për mua dhe një për ty. Po, ashtu thash. Ti tha një për ty dhe një për mua. Ai ka dërguar një për mua dhe një për ty. E se na bëre lëmsh, na bëre. Tani, Geografia e vogël, thot Xhaxhi Agimi. Shoqja ime e bankës, që e quajmë dritë, sa herë nis të flas, të gjithëve në habit. Në të gjitha lëndët që është e vërteta, nuk të një e 8 e 9. Regjistron veç 10. Por në gjeografi, s'ka burr t'ja kaloj. Mjafton ta pyesësh dhe s'di të pushoj. Ju vetëm dëgjoni dhe ngulni në mend, ajo flet me harta për çdo shtet dhe vend. Për male dhe dete, lumej, mallshtor, dje vetëm për Nilin, lumin, na foli 2 orë. Ajo është lumi gjatë, buron në Afrikë,
por ka krokodila, dhe kjo të ngjall frikë. Më pas na tregoi për murin kinez. Mbi të mund të ecin 7 kalorës një herë. Unë doja të na flisë edhe për vjosën tonë, por e lam për sot. Se në u bë pak vonë. Mirë. Na rrof dobi, i thot gjyshja marë. Ti tregon kaq bukur sikur ti ke shpar. Drita ul pa kokën, si çdo vajzë mbar. Unë shikoj shumë filma dhe dokumentar. Përshëndetim ishte vogël, thot Xhaxhagimi, dhe ne të përshëndesim për këtë vjersh kaq të bukur dhe presim dhe të tjerat në vazhdim. Dhe shumë fëminore, shumë afër botës së fëmijëve. Fëmijët dhe deti në pranverë, vazhdon Xhaxhagimi. 2 ditët e fundjavës, sa herë zbie shi, bregu i detit mbushet përplot me fëmijë. Ndahen në 2 grupe, të lozin kalçet. Ekipet spranojnë më shumë se 3 vetë. Por më shumë luajnë, plot gaz me skutera. Ato fluturojnë më shpejt se sa era. Një grup me fëmijë, zënë t'ja nisin këngës, me zëra të çiltër dhe gjuhën e zemrës. Stopimet s'lejohen. Ke qef ti dëgjosh. Deti me fëmijët ngjan më kaltërosh. Agim Bajrami. E përshëndesim Xhaxhagimin, e falenderojmë që është bërë pjesë e emisionit tonë. Patjetër, Sepse dhe që shkruan kaq bukur, po më duket se ka dhe një ka erdhur mesazhe të tjera. Vlora Regjej Morina. Përshëndetje nga Prizreni, ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit Vlora, mikja jote. Shikoj e Bartonin tani. Tani, pritje. E si mund të rriun pa ju dëgjuar dhe parë. Bravo. Kjo është e detyrueshme, Toni. Ju ndjek çdo herë sistematikisht. Faleminderit për ato që jeni, për fjalët buzëqeshë dhe mirësinë që të na suportoni. Për të na suportuar. Për ne si staf, por edhe për mua personalisht do të ishte kënaqësi dhe do të ndjeshim të nderuar sikur të vindit ndonjëherë nga ne. Por duam fjalën për këtë. Shumë suksese dhe shëndetin e mirë uroj për ju e familjet tuaja. Respekt edhe për admirusit dhe shikusit e emisionit tuaj. Okej, atëherë, Toni, unë jam larg, pastaj do i lexoj ato. Unë jam larg, por të jap fjalën që në një nga ditët që do të jetë programi jon për fëmijë, por edhe ai i orës poetike, do ta zhvillojmë. Ne do të organizojmë aty, tek ai lokali yt. Aq simpatik, me njerëz aq të mirë, aq të dashur, aq bujar, do vishëm i bukur, për këtë të jesh i bindur, sepse ti e ke merak pak atë, por do ta bëjmë. Toni, do ta bëjmë, sepse është një kënaqësi e vërtet. Dhe mund të ftojmë shumë poet, ashtu si mund të ftojmë shumë fëmijë dhe të organizojmë direkt aty. Do ishte një gjë mrekullisht e bukur. Kur të kesh ti aktivitetet të tilla, të lidhesh live me ne në programin ton dhe ne me shumë kënaqësi të japim hapësirën që duhet. Apo jo, Teta Moza? Patjetër, me kënaqësinë më të madhe, sepse ai jo vetëm që e meriton, por është pjesë e vazhdimësisë së këtij zinxhirit edukativ edhe dashamirës për gjithë fëmijët anë mban kudo ku janë që ndjejnë dhe flasin shqip. Toni, faleminderit ty, mikeshës tënde, stafit tënd të mrekullueshëm. Mardelina Lina, emisioni mrekullueshëm për të vegjëlit, por edhe për të rriturit. Okej?
Se na dhe një këshiqi kotër, ju falenderojmë që na bët pjesë edhe në tjetër do jemi më të urtë. Patjetër. Ne nuk ju duam të urtë, ju duam kështu rrëmuja gji. Tjetër? Tani, Gjati Sandri, Ha. kujtohet një poet tjetër, një shkrimtar tjetër për fëmijë. Ai në këtë orë punon, prandaj nuk i bashkohet asnjëherë emisioneve tona. Sa herë unë e kam pyetur Xhaxhi Rifatin, i kam thënë, pse ti nuk na ndjek në emision në Rifat Ismaili? Ai punon pas ditëve. Ai punon, është larg në Itali dhe pas ditët i ka gjithmonë të zëna. Por Ai të marrë telefonin, ta vërë poshtë të banaku aty ku bën koktelet, okay? Qo se i shef pronari. Po jo, se nuk e shef pronari, nuk i thot gjë pronari. Dakor? Mirë, neve do trokasim tani tek Xhaxhi Rifati, është surprizë, ai nuk e di. Unë kam zgjedhur një porrall që e kam animuar kohë më parë në një bashkëpunim timin me Xhaxhi Rifatin. Ai e ka shkruar. Gjithë kun ti aty në mes. E po, Gjithë kun ti. I kam qef fëmijët. Edhe unë e kam lexuar, ndërsa këtë montazhin e ka bërë një teta. Ligerta quhet ajo teta, Nazëraj. E përshëndesim nëse është në dëgjim. Edhe i ftoj ta dëgjojmë, shikoj sa e bukur është, shikoje. Miza e dheut dhe qypi i fshet. Nga Rifat Ismaili. Një mizë e vogël, një mizë dheu, duke u endur në shtëpinë e gjyshe Sofis, u tërhoq nga një arome çuditshme që vinte nga fundi i një bufeje që ndodhej pranë kuzhinës. Gjyshe Sofia atje mbante me kujdes gjërat e saj të çmuara në katet e larta, gotat e qelçta. Më poshtë pjatat e lukët e argjënta. E poshtë fare, kavanozat me reçele mjalt, sa gjëra të shishme. Miza Kuqalashe ndaloi e habitur përpara një qypi të vogël dhe e pa vendosur nuk dinte ç'të bënte. A vlente mundimi të ngjitej gjerë në grykën e saj për të zbuluar çfarë kishte brenda. Apo të kënaqe si çdo herë me ndonjë sërrime e ndonjë njoll të vogël reçeli që i derdhej pa dashur gjyshe Sofia nga luga e vogël në të cilën i shërbente mëngjesin mbesës së saj Marietës. Marieta ishte një vogëloshe shumë lëzonjare me flokët kaçurela dhe mizat e dheut sa herë shite ndalte për të shijuar bukurinë e saj. Edhe unë dua të jem si Marieta, thoshte me vete miza e dheut, ndaj do të ha gjërat që han ajo dhe të rrite me bukur dhe e shëndetshme. Miza e vogël Kuqalashe ishte bërë së fundmi një përgjuese e jetës së Marietës. Edhe imitonte vajzën në çfarë do veprim që bënte vogëlushja jon. Ta zëm nëse Marieta ishte duke kënduar, edhe miza shqynte grykën e saj të vogël për të nxjerrë ca tinguj që vetëm ajo i dëgjonte. Dhe ishte e lumtur. Ishte e lumtur se i ngjante vetja ndryshe nga mizat e tjera, që e kishin mendjen vetëm të mblidhnin ushqime të punonin në grup. Kur Marieta flinte dhe miza jon mbështete mbi krahun e vogëlushes, mbyllte syt, shtriqej me përtesë, e flinte si Marieta. Kur Marieta vraponte, edhe miza jon e vogël vraponte duke u hedhur përpjet me këmbët e saj të holla. Hoplala, thoshte, ja dola mban. Dhe i pëlqente shumë vetja në ato momente. Pastaj bëi balerinë si Marieta që rrotulloi duke vallëzuar në përdhom.
E pastaj nga lodhja, fshinte djersët me peshqir. Tani, për mizën e dheut, edhe sikur të gjendej përpara ekranit të televizorit, shihte Marietën, e lexonte dhe ajo donte të lexonte dhe ajo, por duke qenë mjaft e vogël për të mbajtur në dorë një libër, i mjaftonte të ngjite mbi flokët e Marietës dhe të shihte me kërshëri shkronjat dhe figurat. E po për atë ditë nuk e kishte mendjen tek lojrat e vajzës, pasi kishte uri dhe ishte i tërhequr nga një aromë që vinte nga fundi i qypit. Ç'të jetë valla aty brenda, mendoi e çuditur. Unë gjitë me vështirësi dhe arriti top, gjerë në gryk. E po i merreshin mend, por ndali të merrte frym. Por ndërsa vështronte brenda errësirës, i rrëshqitën këmbët dhe ra brenda në mjaltin ngjitës. Ajo e adhuronte erën dhe shijen e mjaltit, por tani nuk mund të dilte më prej tij se fundi ishte i thellë. E nuk ishte si ato mbetjet e vockla në mes të lugës, kishte ngecur brenda dhe thëriti fort duke kërkuar ndihmë, ju nxirr zëri, por askush e dëgjonte. E si mund ta dëgjonte gjyshe Sofia apo Marieta, një zajq të vogël e të mekur brenda një qypi? Por për fatin e saj të mirë, Marieta atë qast i kërkoi gjyshes një lugë mjalt për të ëmbëlsuar çajin e mëngjesit, edhe gjyshja bashkë me mjaltin nxori me lugën e saj edhe mizën e vogël që po rrinte e shastisur. Po ti moj vogëlush e bukur, çfarë bëri atje brenda? E qortoi me ëmbëlsi gjyshja. Po ja, doja të shija çfarë kishte brenda e qypit dhe më rrëshqiti këmba. Je një mizë kurioze, i tha gjyshja. Mos kujto se s'to kam vënë re. Ajo e falenderoi gjyshe Sofin që i shpëtoi jetën. Gjyshja e mori në dorë, e pastroi mirë dhe pastaj e vuri përsëri mbi tavolinë. Mirë, i tha gjyshja, shko të luash përsëri, dhe e puthi me dorë. E pesa e bukur ishte, e pe të pëlqeu? Dëgjoj, më pëlqeu shumë, por unë ta them me shumë sinqeritet, rrallë kam dëgjuar ta tregojnë kaq bukur sa e tregove ti këtë prallë. Të ktheva fëmijë dhe ty, do me thënë. Mu është zorë të më kthesh në fëmijë, por e ke lexuar dhe e ke treguar shumë bukur. Okej? Po, nuk e dim se ç'thon dëgjuesit. Hajde të lexojmë një mesazhe. Katin Rapi thot ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit. Po në riktheni edhe në fëmijërinë, përgëzime suksese, thot Teze Egla. Teze, faleminderit. Teuta Sulej, mirëmbrëma, sa bukur këto interpretimet për fëmijë. Vetëm komplimentet më të bukura për ju. Faleminderit Teuta. Faleminderit. Bona Bazi, sa bukur interpretim. Ilustrim dhe një zë melodios si juji e amblamimush. Urime. Faleminderit. Po neve kemi mbetur në çik mbrapa me librin, që kemi nisur të lexojmë, po na ka kaluar ora. Si do ja bëjmë tani? Po lexojmë një pjesë të vogël. Lexoje i çikti, lexoje. Se unë kam qef të dëgjoj. Lexo pak. Lexo një. Ku e kemi, duhet ta mbyllim kapitullin ndoshta. Po ka sikur ta mbyllim kapitullin, ka shumë faqe.
Mirë, lexoje gjysmën deri aty ku ti lën fëmijët pasaj kështu të habitur. Dakord? Ha. Ju kujtohet Pogi dhe Egi? Po. E kemi lënë atje ku thot ti e ai që i ndjen të tjerët pa i parë dhe kjo tregon se ke një emër të mirë e shumë të bardhë e që nuk do të më braktisësh kurrë. Por ajo që e habiti më tepër Egin ishte se gjatë gjithë kohës që i dëgjonte këto fjalë, qeni i vogël as që i lëviste sado pak buzët për të hapur gojën, jo se jo. E megjithatë, nuk mund të dyshoje se zëri ishte i qenit të vogël. Egit për një çast ju krijuar përshtypja se qeni kishte folur me sy. A mund të flasin syt? Egi më kotu përpoq ta kujtonte ndonjë libër me sy folës. Por mendoi ai, përderisa në botë ka drur që këndojnë, erëra që fishkëllejnë, pika shiu që vallëzojnë, të gjitha këto mund t'i gjejmë madje edhe në librin, edhe atë në librin që është ai libri leximit në shkolla. Atëherë, përse të mos kishte edhe sy që flasin? Po në fakt, syt flasin. Nuk mund të gjesh asnjë fëmijë në botë që të dëgjojë një qen që flet pa e hapur gojën e të mos ushqej dëshirën që të shqyej syt nga habia. Kjo ja kalonte të gjithave. Qeni vazhdonte të shinte në drejtim të Egit dhe kjo do të thoshte se ai kishte nevojë për të, vërtet që nuk ishte rrëzuar, dhe as që i kishte shkar këmba, po ja që edhe pa u rrëzuar, edhe pa të shkar këmba, nga një lëvoshk portokalli qëllon të kesh nevojë për ndihmën e të tjerëve. Egi ndjeu për njerë se çdo gjë ish vendosur. Qeni i vogël dukej sikur kishte humbur rrugën, vetme për të njohur me të. A nuk i kishte folur në emër? Ndërsa aftësia që kishte për të folur si njerëzit ishte gjëja më e papritur dhe më e padëgjuar, që as fantazia e Erfortit nuk do ta kishte shpikur. Pikërisht për këtë, Egi vendosi ta ruante sekretin më të madh, të cilin do ta dinte vetëm ai dhe askush. Ta lëm deri këtu? Vazhdoj edhe pak. Edhe pak, mirë. Vetëm ai do të fliste me qenin e vogël. Pa lëvizur buzët, pa hapur gojën, pa e kuptuar asnjëri, do të merreshin vesh dhe në mes të njerëzve të tjerë, pa e kuptuar askush sa ata flisnin. Le të përpiqeshin Erforti, Drini, Erioni për t'i punuar rëngje atyre. Le të gajasej duke kukurisur Çuço kundër Kungulli. Nuk e din se përse e therrasin pikërisht kështu, Çuço Kungulli. Një ditë Çuçës i shkojnë shokët për ditëlindje në shtëpi. Shtrohet trueza, ulen shokët e Çuçës, ulet dhe vet Çuçoja, i han të gjitha. Dhe çfarë? Çfarë kanë përpara? Në fund, gjyshja e Çuçës pret një shalqi të madh. Por për dreq pikërisht atëherë Çuçës, shpëtoi Çiçi. Para se të shkojë në banjë, i mirakosur u thot shokëve: "Më ruani një risk edhe mua, mos ja hani të tëra." Po gjyshja e Çuçës, që kishte zakon të thoshte për herë vend e pa vend nga një fjalë të urtë, thot: "Çuço, të keqin gjyshja, nuk mbajnë dy kunguj në një sjetrull." Pra, këtë herë, as nuk mund të dyshoje se do të fillonin ca historira të këndshme dhe tërheqëse të bukura, dhe se ditët tani e prapa do të ndryshonin krejt nga ditët e tjera të zakonshme. Egi e mori qenin e vogël në duar dhe përsëri dëgjoi zërin e njohur të thoshte: "E dija se do të ndodhte kështu. Pikërisht kështu. Unë i marr vesh të gjitha gjërat përpara kohe. Edhe ndonjë ditë, Egi i dashur do të tregojë dhe arsyen përse i merr vesh të gjitha." Dhe ne jemi kurios të dim javën tjetër sepse i merr vesh të gjitha. Të lumt goja, edhe ti shënoj aty,
edhe ne jemi shumë të kënaqur. Nxjerr nga ky libri ju kujtohet besoj ky libri që është 4 fëmijët dhe Pogi i padukshëm i Xhaxhi Rudolfit. Rudolf Marku nuk shkruan vetëm për të rritur, ai shkruan dhe për ne fëmijët. Mbajini Edhe shkruan edhe aq bukur. Do t'i lexojmë dhe mesazhet e fundit përpara se t'i përshëndesim fëmijët. Si thua? Mardelina Lina, sa bukur tingëllon mrekulli natyrore. Drita Dilaver, ju përgëzoj dhe ju uroj emision të mbarë dhe shumë edukativ për fëmijët. Jeni talente Moza e Sandri dhe dini të drejtoni mrekullisht bukur edhe këtë emision buzëqeshja juaj, fjalët e ngrohta gjatë interpretimit i bën fëmijët tu dëgjojnë me shumë kënaqësi. Fajin e ke ti o nën Drita që e ke bërë kaq të vogël edhe pse duket pak si e madhe. Kam betur fëmijë në Drita, kam betur ja, shikoje. Ja, edhe kur qesh, është 13 vjeçë. Sa mirë do ishte. Tani, se jeti, ne i tham të gjithë dhe uroj shumë fëmijët ti kemi gëzuar, ti kemi kënaqur, ti kemi argëtuar, tu kemi lënë ndonjë mesazh që ata ta mbajnë mend, ti kemi mësuar ndonjë gjë të re, ti kemi ardhur atyre që kanë vështirësi të flasin shqip, ti kemi ngjallur kureshtjen që të na dëgjojnë në vazhdim për t'u qasur me gjuhën tonë të bukur. Edhe sidomos të damozat të na shkruajnë dhe të na thonë se çfarë i pëlqen më tepër që ne të gjejmë të bëjmë për to. Ne i mirëpresim sepse është shumë më bukur në qoftë se ne arrim të joshim dëshirat e tyre. Sepse kur janë shumë fëmijë që na ndjekin, dikush thotë, "O, teta Moza, unë dua që ti të na flasësh nesër për këtë gjë." Dikush tjetër ka një ide tjetër, dhe ne na mbushin, na krijojnë edhe atë dëshirën dhe përgjegjësinë që javën tjetër të përgatisim pikërisht, sepse e dim që ato fëmijë do jenë aty pastaj kurioz se çfarë kemi përgatitur për to. Në fakt do të ftoja edhe edukatorët, mësueset që punojnë me fëmijët të sjellin momente nga festat e tyre, por pse jo dhe të vinë dhe të lexojnë live diçka që kërkojnë ta ndajnë si mesazh edukimi për fëmijët anë mban. Atëre, Sandri, unë të falenderoj që ti vjen për shtat dëshirës jo vetëm timen, por edhe të fëmijëve për të ndjerë fëmijë dhe për të përcjell pastërtinë fëminore, për të ndjerë një çast, një orë fëmijë larg çdo preokupimi që kanë të rriturit. Për të përcjellë energji pozitive që të karakterizon ty, edhe pse nuk e ke praktikuar më parë, ke bërë gjithçka që ky emision të mos mbetej me një krah, por si në emisionin e të rriturve, ti vazhdon të jesh pjesë e bashkëudhtimit tim. Faleminderit. Në qoftë se nuk do bëja këtë, do zija ose divanin, o do shikoja ndonjë televizor, o do lexoja diçka, o do krijoja diçka. Por të them të vërtetën, që ditën e parë kur thash, "Ok, e bëjmë", nuk ishe i sigurt, doja të ta bëja qefin ty në tepër, dhe më thanë, të mos lija ty vetëm si nuk të kam lënë dhe nuk të lënë as edhe një lloj programit të emisionit tonë, sepse tashmë jemi bashk, dhe unë mendoj dhe dëshiroj dhe uroj që asnjë nga këto dy programe që bëjmë të mos ketë kuptim në qoftë se tjetri nuk është. Dhe të mos ketë vazhdimsi. Duam që të vazhdojmë. Të duhet të pikërisht. Kështu që do të thënë, është kënaqësi e imja, sonte kemi qeshur të dy bashkë. Ku ka më bukur se sa të kalosh një orë edhe duke qeshur. Faleminderit. Nësikur këtë buzëqeshën, këtë gëzimin, këtë dritën e syve që ke ti, t'ja transmetosh fëmijëve, shikojnë se sa e bukur është dita dhe sot. Është e vërtet, që mund të jetë darkë, që mund të jetë edhe mëngjes. Pra, shikojnë sytë, fëmijë, shikojnë sytë e teta Mozës dhe kuptoni se lumturia shfaqet në rrallë të parë nga sytë. Pastaj nga të gjitha veprimet e tjera.
Edhe gjatë Kështu që jeni të lumtur. syt flasin, syt shprehin, syt tregojnë, syt demaskojnë, syt shprehin gjithë ndjesitë e brendshme të shpirtit. Prandaj të Pikërisht. dashur fëmijë, uroj dhe shpresoj që sot kemi prekur zemrat edhe të kemi mbërritur ashtu siç ju e meritoni tek ju. Faleminderit dhe të rriturve që ishin me ne përmes mesazheve të tyre. Faleminderit mbi të gjitha Xhaxhi Leonard Kojas, presidenti të Radios Window, i cili ka mundësuar që t'i japi jetë një projekti të tillë siç është emisioni ynë Zemrat flasin dhe ndjejnë shqip. Faleminderit Bledi Orhani, i cili bën të mundur që nga ana teknike zërat tan, frekuencat e shpirtit ton të shpërndahen anë mban botës. Faleminderit ty Sandri, faleminderit të gjithëve. S'na mbetet gjë tjetër veç se t'ju urojmë një fundjavë të bukur edhe miru takofshim ditën e mërkurë në orën 18:30 në emisionin për të rritur Ora Poetike me Mozën dhe me Sandrin, me një të ftuar shumë të veçantë. Ju duhet vetëm të mbeteni kules. Ekstravagant, me një të ftuar ekstravagant. Është miku im. S'do zbuloj më shumë. Atëherë, miru Absolutisht, takofshim. ja. deri atëherë. Koha erdhi të dhemi, miru ta kofshim përsëri. Historitë dhe lojërat tona s'kan kur mbarim. Sonte në ëndra me vetë do t'i marrim, derisa t'i zgjojmë sërish së bashku një ditë. Me Mozën dhe Sandrin sotu dhe tua, në botëra magjike kur e shtaru gjytëm me fjalë të bukura dhe të dritë. Bolëm në zemra dashurin për gjuhën ton të lirë. Tani po ikim, por vetëm pak javën që vjen do të jemi prap me libra. Këndet plot hare do të riktheheni sërish tek ne. Miru pafshim, fëmijë të dashur, ëndra tuaj jeni në zemër, sepse çdo të shtunë përsëri do të takohemi në temër. Say! Na pa pa para para pa para para pa para. Na pa pa para para pa para para pa para. Me Mozën dhe Sandrin sotu dhe tua, në botëra magjike kur e shtaru gjytëm me fjalë të bukura dhe plot dritë. Bolëm në zemra dashurin për gjuhën ton të lirë. Tani po ikim, por vetëm pak javën që vjen do të jemi prap me libra. Këndet plot hare do të rikthehemi sërish tek ne. Miru pafshim, fëmijë të dashur, ëndra tuaj jeni në zemër, sepse çdo të shtunë përsëri do të takohemi një këtemër. Ma pa pa para para pa para para pa para. Ma pa pa para para pa para para pa para. Me Mozën dhe Sandrin sotu dhe tuam, në botëra magjike